Klusha në Top Albania Radio. Domethënë deri tani kemi pas me shumë nivel, po tani do bëjmë disa pyetje pa nivel. Nuk e di, mos jemi në limitet e Jo, jemi shumë mirë me kohën. E publicitetit, nuk e mos na lësh për gjysmë. Kisha dhe një thasha them, thonë që ti e ke shumë mirë me Edi Ramën. Është e vërtet? Nuk është se e kam shumë mirë me Edi Ramën, se po ta kisha shumë mirë nuk do e kisha gjyt me çizme, por e kuptoj shumë mirë Edi Ramën, kam përshtypjen që ai më kupton shumë mirë mua. Më pëlqeu kjo përgjigje. Të tjerët që kanë qenë kryeministra nuk më kanë kuptuar asnjëherë. Dhe Ilir Meta s'ka kuptuar asnjëherë. Jo, absolutisht asnjëherë, gjithmonë kam qenë larg. Okej, mi kemi sa pyetje pa nivel tash. Përveç Bigu, çfarë bën tani që e pa punë? Çfarë bën tani që e pa punë? Pres lek me gërshër. Gërshër të mëdha apo të vogla? S'ka rëndësi gërshër janë. Si e vogël, si e madhe, pres. Po Mona, ke ti frikë ai një grua që friksohesh? Për shembull, a ke frikë ti mos dënohesh? Fare. Absolutisht. Sepse ti që s'do dënohesh apo çfarë? Jo, s'ka të bëj fare ajo. Unë kam thënë dhe vazhdoj ta them, për njerëz si puna jon, burgu është jashtë, nuk është brenda. Aq më shumë në rastin ton, ti burgos qenien, objektin, por nuk burgos dot shpirtin. Kështu që shpirtin nuk ta burgos dot njeris, është joti. Kështu që Po mirë, çfarë të frikson më shumë? Fëmijët. Dhe për të jam e pallogaritshme, domethënë se çfarë mund bëj. Pra kush ngacmon fëmijët e mi, kush cënon fëmijët e mi, ta di që ka përballë një bish. Jo bish. Band, grup të strukturuar kriminal, vrasës me pagesë, vrasës pa pagesë, vrasës serial, krime kundër njerëzimit, çdo gjë. Nuk ka pse të do. Kështu që po them në këtë drejtim jam e pa llogaritshme. Kështu që pastaj me Monikën dhe të tjerat le të bëjnë çfarë duan. Po frika supersticizma, për shembull, se di. Jo, frik kam të mos ju bjerë njerëzve në qafë, sepse unë vazhdoj dhe besoj karma is a bitch, prach. What's going around, come around, do të kthehet ty dhe jam munduar që gjatë gjithë jetës time të jem shumë e kujdesshme në këtë drejtim, sepse them që çdo gjë që ti do ta mbjellësh do ta korrësh një ditë. Kështu që edhe me që jemi këtu, dikush që mund të ketë lënduar, të ka bërë keq, a do t'ja falje ndonjëherë? Unë mendoj që çdo njeri që më ka bërë keq ka fituar diçka. Pra, ti bëjmë keq Monikës se fitoj disa para, ti bëj keq Monikës se fitoj disa tendera, ti bëj keq Monikës se fitoj pushtet për vetë. Ti bëj keq Monikës se i marr atë çfarë ajo ka, dhe faktikisht po shoh që të gjithë që më kanë bërë keq mua deri më sot, po ju vjen në radha me si është ajo, me radhë. Unë jam ke bregu lumit tani dhe po shoh se si rrjedhin, si sjell lumit që të gjitha. Po më do ta bëj më kështu, kujt s'do t'ia falë kurrë një emër, ke që s'do t'ia fal kurrë atë që ka bërë për mua. Në fakt ata që më cënuan familjen. Spaku. Aty kush janë gjithë, Spak, partia, brenda, gjithë aty, bashkë janë. Por ka dhe një gjë tjetër, që çdo e keqe e ka një të mirë dhe çdo e mirë e ka një të keqe. Ata vërtet ma cënuan familjen, por treguan edhe se çfarë domethënë unë njofta ish bashkëshortin tim, sigurisht që ai më njofti mua. Edhe fëmijët na njoftën të dyve bashkë. Domethënë Iliri që ka gabim më i madh në jetë? Jo, nuk mendoj që është gabimi më i madh i Ilirit në jetë. Mund të kem edhe unë gabimet e mia, të cilat Jo gabimi jot, jo gabimi i Ilirit. Jo, në marrëdhënie me të, por që them domethënë gjithmonë mbas çdo të keqe mundohem që të marr të mirën asaj të keqe dhe të mos ngelem ke e keqja. E keqja iku erdhi, ta dha goditjen, ti vazhdo merri të mirën dhe hec përpara. Dgjoj, po e shijon të beqarin? Shiko, për moshën që kam, se gratë kanë frikë thonë jo menopauza, jo dërëtë, edhe po e shijoj, me thënë drejtën. Domethënë është ti merresh me veten, konsolidon veten tënde. Se kam dëgjuar një shprehje që mua s'm pëlqen fare si shprehje, po më duket e burr nga ana kështu e fjalorit shqiptar. Burri shpizi qimi angoj. Jo, mos e merr ashtu. Ja, mbana ti qimi angoj, jo. Kjo ka dalë kur vin gratë në moshën time, sepse fillojnë krijojnë pavarësitë veta emocionale dhe ndrohen pozicionet, pra burrat bëhen si gratë kur kanë qenë 34 vjeç që kishin frikë ku iku, mos ma drodhi, mos shumë ashtu. Ndërkohë që ndrojnë vendet. Pra gratë bëhen si burrat
Nuk e dum fare, inshallah po ikën. Që janë indiferente, që çdo që të ndodhi, s'ka çfarë të ndodhi, unë çka kisha për të bërë i bëra, fëmijët, familja etj. Por është një parcalet që thotë që njëri t'i vdiq gruaja, edhe doli para pasqyrës. Edhe filloi të thonte qatë vetëm. Kështu që Edhe ti para pasqyrës të këngë para. E kam dëgjuar shumë herë të Barcaletën dhe këtë këngë. Gjela vetëm. Sigurisht që kur je vetëm fare, normal që ti kthesh në memoriat e tua, në gjërat e tua, por pavarësisht nga kjo e gjitha, babai i fëmijëve të mi, Ilir Meta, është pjesë e jetës dhe familjes tonë, pavarësisht se ne, dhe ky ka qenë një nga kushtet e fëmijëve. Unë nuk kam hequr asnjë fotografi të tij në shtëpi, siç kanë qenë, ashtu janë, sepse nuk pranoj fëmijët, edhe pse unë në momentet e të dëshpëruara, sa s'mund të them që nuk kam qenë e dëshpëruar, nuk u mërzita, u bëra grua e fortë etj, por është tjetër gjë, forcia është ajo çfarë ti kam kaluar patjetër si të gjitha gratë që divorcohen, aq më shumë një grua si puna ime që e dëgjon nga televizori, divorcin pa marrë asnjë lloj shpjegimi. Fëmijët doja që t'i hiqja fotot, sepse doja që mos kisha të bëje më me mos kisha ngarkesë emocionale, sepse çdo javë ishim me problemet e gjyqit, avokatët, spaku, gjyqje, gjëra. Dhe vjen një kështu që Fashë themet, tani të flasim atë që është, se ne betejën më të madhe kemi pas me mediat. Me mediat. Mediat kanë qenë ata që kanë shpifur, kanë stisur, kanë bërë jo minirat e Floririt, jo operacionet plastike, jo pastrimi parave, jo leshi, jo preshi, kur erdhi puna, akuzohesh për mitrën, për hotel, për jo ke deklaruar këtë, jo s'ke deklaruar atë, jo po kushuriri, jo po leshi, jo po preshi, jo po dreqe, po shejtani dhe në fund të ditës ti muhabet leshi me fjalë? Muhabet leshi. Mona, ai e penduar për ndonjë gjë në jetë? Po, pendese jam penduar. Ta kisha bërë jam penduar, kam kuptuar që unë kam investuar tek të tjerët, kam investuar tek partia, kam investuar tek politika, duhet kisha investuar tek vetja ime dhe tek fëmijët e mi. Më shumë se sa. Më shumë. Ka ndryshuar raporti i fëmijëve me Ilirin? Shumë. Jashtëzakonisht shumë, janë shumë të lidhur me të. Ato e takojnë javë për javë, nuk mundet ta takojnë të tre, sepse 12 janë kthyer përfundimisht jetojnë, punojnë në Shqipëri, ndërsa e vogla është akoma në shkollë në vit të dytë dhe kur vjen që ka ato periudhat e pushimit, ato nuk mund të shkojnë dot të tre, shkojnë vetëm 2, se kanë të limituar takimet, por është e rëndësishme që ato mendoj që e kanë takuar më shpesh babain e vet dhe bisedojnë më shpesh me babain e vet. Tani që është brenda se sa ku kanë qenë jashtë. Po se nuk të lejnë kërmillat kur je jashtë. Mirë. Ka qenë ai filmi vizatimor Salsano, pa brir ti e mbret. Pa brir je pa shaf. Pa brir është edhe moda. Pyetja në 6, vazhdo kolegi dashur. Në qoftë se do të ishin në Big Brother këta emra. Edi Rama, Ilir Meta, Sali Berisha, Erisa Spiropali, Elisa Xhixho, Belinda Balluku, Erion Braçe, Adriatik Llapaj, Agron Shehaj, Arlin Qorri, Nard Doka, Peleshi dhe Gazbardi. Kush do ta fitonte Bigun nga këta? Mbanon gjitha po. Po. Do ta fitonte Ilir Meta. Ilir Meta që një unë, po. Ilir Meta. Jo që është. Jo Ilir Meta i grupit parlamentar tanishëm, Ilir Meta që një unë do ta fitonte. Rama do dilte. Një sekond. Kush do dilte me zarf zi? Rama. Kush do befasonte për mirë? Kush që do ndryshonte se s'ka qenë kështu jashtë, këtu brenda që ka tjetër njëri. Erion Braçe do befasonte, sepse do të ishte ashtu siç është, domethënë emocional etj, do befasonte sepse është i artikuluar dhe do befasonte për mirë Erion, do befasonte për mirë. Kush do të bindën dashuria aty brenda nga këta? Nga këta që bie shpesh dashuri, shumë. Po Bardhi, Peleshi, Noka, Qorri, She, Llapaj, Belinda, Spiropali, Niko Peleshi do bindën dashuria aty brenda. Me kë? Soft. Nuk ka rëndësi me kë, po do binte. Domethënë do binte sepse është soft, është njëri. Kush do qante më shumë? Erisa Xhixho do qante. Po çfarë do qante? Pse hyri brenda? Jo, është emocionale. Erisa mund dilte edhe si Drini Zeqo që të sansën e parë.
Pse e thua? Javën e parë? Po. Pse e thua? S'duron dot. Po, është emocionale, është fragil, nuk e përballon dot luftën të Debatin. drejt për drejt. Domethënë, kur është mes dy zjarreve, ajo ikën. Domethënë, ndërkohë që ti kur je mes dy zjarre duhet luftosh. E kuptoj. Kush do linte do dilte vet, me fjalë u mërzita këtu nuk e duroj dot, nuk e përballoj dot. Përveç Adriatiku them. Ju nuk bëni, jeni kështu. Ndërkohë dhe muzika e Big Brotherit në fond. Dudum. kush do zije më shumë me opinionistët nga këta? Gazbardhi. Gazbar. Nuk bënohet fare. Aq mirë i njeh, i njeh mirë. Jo, po sepse ai zihet kot në kot. Jo, nuk është se zihet kot në kot, ka argument, por ai e shikon në këndvështrimin ligjor, nuk e pra e shikon si case, nuk e shikon kuptoj. emocionale. Pra Gazi në gjithë artikulimin e vet nuk bën kalkulim emocional. Do ishte një avokat i shumë i mirë, konstitucionalist shumë i mirë. Dhe para se të kalojmë tek rubrika e fundit që ne përgatisim edhe që qeshin me lot gjithë dynjaja aty. Mona, kur je ulur aty në koltuk, çfarë mendon se do të surprizoj shumë ty nga ky Big Brother? Kur e çon pak më larg. Situatat. Situatat mendoj që do më surprizojnë, sepse ti mund të nisësh në një këndvështrim tjetër për ta analizuar dhe ndërkohë të ndodhë një gjë tjetër dhe ta hedh poshtë gjithë skemën tënde, po themi ta saj. Dhe tjetra është që unë aty nuk flas dot në emër të një grupimi të caktuar. Unë duhet flas për veten time, pra çfarë mendoj unë vet. Dhe kjo është pak, po themi sepse unë nuk bëj dot anë banorësh, sepse të gjithë i mirë kuptoj. Pavarësisht nga, po themi, teknikat që ata përdorin. A ka diçka që publiku nuk e sheh, por ti e ulur aty në studio e ndjen brenda studios? Po patjetër. Është ajo pesha e produksionit që ti ke mbi shpatulla dhe ke me një fjalë tënde ti mund të rënosh jetën e dikujt brenda në atë shtëpi, pra në shtëpinë më të famshme të shqiptarëve. Rënon jetën e tij, por pasojat i kanë dhe familjarët, dhe sigurisht që është një peshë shumë e madhe që publiku nuk e shikon, publiku e shikon si një estradë, po themi për momentin, ose thjesht si një show argëtues, si një spektakël, erdhi çudia më e madhe, ti kënaqesh dhe 3 ditë maksimumi mund zgjasë ose 3 orë. Por faktikisht pasojat që ata kanë. A ka rrezik që ti si opinioniste të bëhesh pjesë e lojës pa e kuptuar? Po ka rrezik shumë të madh, sepse ti krijon emocione dhe njerëzore është, por është autorët të mbajnë me këmbë tokë, domethënë që prit kujdes mos u përfshi. Sigurisht që edhe kolegu Arbi në krah. Okej. Mirë, ne do të kthehemi pas orës 19:30 për të bërë atë rubrikën me politikë dhe me publicitet. Kthehemi pas pak. Fol se un po dëgjoj. E mbylla, kthehemi pas pak.